që sot para fakultetit filologjik ishte pozicionu në qenë edhe studentët mbetëm e kishim të pamundur me hy brenda fakultetit. Qend enda cak yjet e muajit mars në postimet e përparim Ramës. Në mars të vitit 2025, kryetari i kryeqytetit i kishte afër 30% të postimeve të tij lidhur me qend enda cak. Një përqindje e madhe për një temë që llogaritet si problem teknik, e jo si përmbajtje politike. Por pas marsit ndodh një kthes krejt e çuditshme. Asnjë postim më që i dedikohet qenve. Edhe pse mungojnë në rrjetet sociale të postuara, qend vazhdojnë me qenë prezent në rrugët e kryeqytetit. Krejt kjo krijon kontrast të komunikimit politik modern. Probleme që ekzistojnë në realitet, por zhduken nga komunikimi publik. Kjo të bën me kuptu që prioritetet e komunikimit politik nuk ecin gjithmonë paralelisht me prioritetet e qytetarëve. Ajo që kam shtyri me bë këtë analizë ishte fakti që sot para fakultetit filologjik ishte pozicionu në qenë edhe studentët mbetëm e kishim të pamundur me hy brenda fakultetit. E çka ka ndikuar që kryetari i kryeqytetit mos me i pas më prioritet qend, përderisa në një muaj të tërë gati i ka pasi yje, këto mundeni më përgjigj ju të dashur shikues. Unë mendoj që ndoshta sarkazma e tepruar në rrjetet sociale lidhur me këtë çështje ka ndikuar që kryetari i kryeqytetit të reflektojë edhe të mos ju jep kaq shumë hapësirë ose të mos bëhen trend i postimeve të tij qend.